Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ulja e pritjes së kohës në kufi për parimin e infrastrukturës digjitale, harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcimi i koordinimit institucional janë prioritete paraqitura nga Shqipëria në mbledhjen ministrore mbi përparësitë e CEFTA-s 2026 zhvilluar në Bruksel. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, si përfaqësuese e Shqipërisë në këtë takim, ku vendi ynë mban kryesimin e radhës, ofroi prioritetet për forcimin e integrimit ekonomik rajonal dhe afrimin gradual me tregun unik evropian. Ministri Ibrahimaj theksoi gjithashtu rëndësinë e avancimit të nismave SET+ dhe Green Lines, harmonizimin orareve të punës në pikat kufitare, si dhe mundësinë e operimit 24/7 në disa pika strategjike kufitare. Shqipëria rikonfirmoi mbështetjen për njëjë reciproke të nënshkrimeve elektronike, vulave elektronike dhe rezultateve të testimit të produkteve. Gjithashtu nënvizoi rëndësinë e njëjës së kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore dhe krijimin e më shumë mundësive ekonomike për qytetarët e rajonit. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndërshkon me masa administrative 4 milion lekë gjop dhe pezullim të përkohshëm të aktivitetit kompaninë Alkrom. Drejtoria Rajonale e KMT Elbasan kreu inspektim në këtë subjekt me fokus menaxhimin e mbetjeve e trajtimin e tyre. Gjatë kontrollit është konstatuar se subjekti kishte të magazinuara në ambiente ku ushtronin aktivitet rreth 318 tonë mbetje të rrezikshme. Për këtë sasi mbetjesh që konsiderohen të rrezikshme, subjekti nuk dispononte asnjë kontratë transferimi për asgjësimin as përpunimin e tyre. Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Partitë politike nga sot deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që të jetë dita kur nis zyrtarisht fushata zgjedhore. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më datën 7 qershor në orën 06:59, ndërsa buxheti planifikuar dhe miratuar për organizimin e zgjedhjeve është rreth 10 milion euro. Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes rastin e ndalimit të 7 drejtorëve të institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovë, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë. Drejtorët u ndaluan në dyshimet se kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Gjykata themelore në Prishtinë më 21 maj caktoi 1 muaj paraburgim për 7 drejtorët të institucioneve serbe. Të dyshuarit për ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve u arrestuan më 19 maj me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë pas raportimeve në media për pretendimet se po ushtronin presion dhe po shantazhonin mbështetësit e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenad Rashić. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela në Prishtinë takojnë kongresmenin Keith Self. Ata thanë se me kryetarin e Komisionit për Europën në Kongresin Amerikan kanë diskutuar për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe parimin e patenterit. Shpreha mirënjohjen për rolin historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërtimin e paqes dhe demokracisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për interesimin e vazhdueshëm amerikan për stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit, shkruan Ali Ahmeti. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.